Një i dënuar në burgun e Fierit ka ndruar jetë pas një përkeqësimi të menjëhershëm të gjendjes shëndetësore. Bëhet fjalë për Ardian Malasin, 58 vjeç, i cili sipas burimeve nga institucionet e vuajtjes së dënimit ka kërkuar ndihmë mjekësore ndërsa ndodhej në qeli. Gjendja e tij është përkeqësuar pak pasi është transportuar në infermieri, ku ka humbur ndjenjat. Stafi mjekësor ka ndërhyrë dhe 58 vjeçari është dërguar me ambulancë në spital, por nuk ka mundur të mbijetojë. Nga të dhënat paraprake, autoritetet dyshojnë se Malasi mund të ketë psuar hemoragji cerebrale, megjithatë shkaku i vdekjes nuk është konfirmuar ende dhe pritet që autopsia të përcaktojë rrethanat e sakta. Malasi ishte transferuar rreth një muaj më parë në burgun Jordan Nisja në Tiranë, i njohur si burgu 313, drejt institucionit të vuajtjes së dënimit në Fier, pas marrjes së vendimit të formës së prerë. 58 vjeçari ishte dënuar nga GJK-ja me 8 vite burg, pasi u shpall fajtor për veprën penale, pasrimi i produktit të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim, në veçantë dhe në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Malasi ishte arrestuar në 28 tetor 2023. Në momentin e vdekjes, atij i kishin mbetur për të vuajtur edhe 3 vite e 10 muaj e 12 ditë nga dënimi. Autoritetet kanë nisur procedurat për dokumentimin e rastit, ndërsa ekspertiza mjekologjore pritet të hedhë dritë mbi shkakun e vërtetë të vdekjes.